dhe një lojtar në një situaci kjo e sotme, sidomos pjesë e ekipit kombëtar. Cilat janë, thënë këtë, për dhënë pak më shumë informacion për publikun, po thoja, cilat janë ato pritshmëritë ndaj skuadrës sonë për rezultatin sot? Pra, si do duhet t'ishte situata optimale? Ne, natyrisht që ne kemi shkuar për fitore, nuk kemi rrugë tjetër. Do të shkojmë atje të luajmë si parapartë dhe për të arritur qëllimin dhe objektivat tona. Ju a thash edhe herë që ngarkesa psikologjike është përtej neshëve normale, sepse e keni parasysh vetë që këtu ndodhen edhe arsye që kanë çështje që s'kan lidhje me futbollin, që i shtojnë edhe ngarkesa të tjera futbollistë. Përgjithsesi, këto janë ngarkesa për të dy palët, dhe besoj që edhe ka këtu pamë parapartë. Sepse edhe ato nga natyra kanë ngarkesat e vetë. Po, zoti Kuriu, si është atmosfera në fakt, si është pritur ekipi kombëtar aty, po le të themi dhe si ka qenë edhe atmosfera dhe bashkëpunimit mes dy federatave? Tani, për qenë korrekt dhe sinqert, atmosfera dhe bashkëpunimi me Federatën Serbe ka qenë korrekte, ka qenë një bashkëpunim i cili ka filluar që në ndeshjen e parë, që u zhvillua këtu, natyrisht edhe në ndeshjen e dytë, ata si palë pritse dhe organizatorët të ndeshjes i kanë kryer gjë obligimet e veta që t'jenë në pritjen e skuadrës, në akomodim, në organizim, në stërvitje, çdo gjë është okay, është korrekte, pa probleme dhe ne tash bëjmë diferencën vetëm në fushën e lojës. Po, patjetër, sigurisht gjithë pritshmëritë aty janë dhe do të ndalemi dhe pas pak në fakt tek rezultatet e një element tjetër, po do doja një informacion pak më të saktë nga ana juaj se shpeshherë ndodhur në këtë ngarkesën emocionale, sikundër edhe ju vetë po e përmendni disa herë, kalohet dhe jepen dhe informacione që mund të mos jenë dhe aq korrekte. Pa pasur dashakeqësi, po flas këtu nga media shqiptare. Për shembull, në këto 24 orë ka qarkulluar një informacion që është quajtur si një incident dhe unë do doja ta sqaronim proceduralisht dhe çfarë parashikon ligji në vetvete në fakt. Lidhur me vendosjen ose mos vendosjen e flamurit të ekipit mik, pra të Shqipërisë në këtë rast, gjatë seancës stërvitore. A është ai një detyrim? A është ky një incident? Mund të quhet kështu apo nuk është kështu? Tani, unë jam i prirur të gjykoj nga ana sportive. Po, jo, them sportive, por edhe... Jo, procedurale, them, procedurale, kam procedurale. Normale është që flamuri i skuadrës mysafirë do të jetë prezent për flamurit UEFA-s dhe Federatës Serbe. E kuptoj. Nëse ata nuk e kanë vënë, do të thotë që ndoshta do të jenë objekt i Komisionit Disiplinës UEFA-s. E kuptoj. Zoti Kuriu, lidhur me trajnerin Silvinjo, ka pasur një deklaratë nga kreu i FSHF-s